është bërë historia në Tiranë, është bërë historia në Shqipëri, është bërë historia në diasporë. Shqiptarët janë ngritur për herë të parë në 36 vite për Shqipërinë, për dignitetin e tyre, kundër korrupsionit, kundër shpopullimit, kundër kësaj klase politike 36 vjeçare, që ka vjedhur këtë vend më shumë se asnjëherë. Jemi në anën e dur të historisë. Të gjithë duhet ta kuptojnë. Jemi në anën e dur të historisë dhe histori po e bëjmë ne. Të gjithë ne. Për çfarë po protestojmë? Po protestojmë kundër korrupsionit, për shëndetësi, për arsim, kundër shpopullimit, kundër rritjes së çmimeve. Vetëm një njeri nuk e di për çfarë po protestojmë. Vetëm një njeri nuk e di pse ne jemi këtu prej 15 ditësh. Është kryeministri Edi Rama. Ai nuk e di pse jemi ne këtu. Ai s'ka folur asnjë fjalë për korrupsionin. Ai nuk ka folur asnjë fjalë për shpopullimin. Ai nuk ka folur asnjë fjalë për shëndetësinë, për arsimin, për çmimet, për të ardhmen tonë. Po presin që ne të lodhemi. Po si mund të lodhemi ne kur ata nuk lodhen duke vjedhur? Po si mund të lodhemi ne kur ata për 36 vite nuk janë lodhur një jetë duke abuzuar, duke në vjedhur të ardhmen tonë, duke në vjedhur shpresën? Flasim për agenda. Agenda jonë në Shqipëria, agenda e tyre është vjedhja. E ka treguar historia. A dhe ka vjedhur apo jo? A është e vjedhur Shqipëria? Na flasin për turizmin. Kjo protest po pengon turizmin. Sa turist kanë parë në këtë protest? Po, kur këta kanë merakun e turizmit, pse vjedhin vetë? Se na e kanë marrë të ardhmen, shpresën, mundësim për t'jetuar në Shqipëri. A e dini ju se ne apo familjarët tanë, të cilët do duhet shkojnë në spitale sot, vetëm tek reanimacioni qendror i QSUT-s ka vetëm 30 vende. 30 vende, do duhet që njëri atje të vdes që të hyjë tjetri. Ose ai që pret do duhet vdes se nuk ka vende. A e dini ju se tek spitali francez gjyshërit tanë i kanë lënë 1 vit e gjys pa lente, duke bërë që shikimi e tyre të humbas në mënyrë graduale. Një nën që e kam intervistuar e kishte humbur shikimin, kishte 7 muaj që priste. Nuk ishte para për të shkuar në privat. A e dini ju se pacientët që vuajnë nga leuqemia sot po luftojnë me jetën. Po luftojnë me jetën dhe spital 2 muaj nuk ka ilaçe. Prej 2 muajsh në spitalin e QSUT-s nuk ka ilaçe për leuqemin. Edhe tek spitali onkologjik, nënat dhe motrat tona nuk trajtohen sot për kancerin ginekologjik se pajisja nuk punon. Se këta thonë që pajisja do ta sjellin në fund të vitit. Po a pret kanceri? A pret kanceri për këta? A dini ju çfarë bëjnë këta? Kur bie kanceri tek ata, marrin avionin dhe ikin jashtë. Marrin lek shtetit dhe ikin jashtë. Ne do duhet përballemi këtu pa ilaçe, pa pajisje. E ndërkohë ata shkojnë edhe në Amerikë për të trajtuar sëmundjen e tyre. Kjo është ajo çfarë na kanë lënë sot. Prandaj do duhet të reagojmë. Ata na lënë neve të vdesim, kurse vetë shkojnë kudo, nga i gjenë para. Pse fëmijët e tyre shkollohen jashtë kur arsimi në Shqipëri është europian? Ku i gjenë ata para? E fundit, kjo çfarë po ndodh, unë e thash, është historike. Mos e lini të shuhet, sepse do shuhet e ardhmja jonë. Nuk mundemi do ta shuajmë, sepse kjo çfarë po ndodh
kanë bashkuar prej 15 ditësh për Shqipërinë tonë, për të ardhmen tonë, për fëmijët tanë, për nanat, për gjyshrit, për baballarët, për të flamur. Yeah.